Po ndërtojmë rrugë, thot. Prisni. Aty janë vjedhjet me të mërshme, miq. Do t'u jap një shifër. Një shifër. Rruga e Kombit është rruga të cilën vetë Bekteli e ka shpallur një nga projektet më të vështira që ka realizuar në botë. Ka 27 metra e gjerë. Ka kushtuar 10 milion euro kilometri me gjithë tunelet e gjata të Kalimashit. Rruga e Arbrit, 27 kilometra të mbetura të rrugës e Arbrit, 11 apo 10 metra të gjëra, kanë kushtuar 11 milion euro kilometri. Prisni, po i lëm zonat malore, po zbresim në fush. Rruga Lush Njefir, me 4 korsi, ka kushtuar 1 milion euro kilometri e ndërtuar me kompani italiane. Por, me qenë se ishte në vitin 2005-2006, po e lam me një anë. Në vitin 2012, kemi përfunduar rrugën Levan Vlorë. Ajo është rruga më e gjerë e Shqipërisë. Është 35 metra e gjerë. Sa kushtoi? Ajo kushtoi gjithsejt 2,4 milion euro. 2,4 milion euro në një kohë kur rruga në Tiranë, rruga tek Kura Limuthit, kushton 20 milion euro. Unaza, 17 milion euro. Pra, o miq, çfarë do që jeni, të cilës parti që i përkisni, shikoni morë si vidhen në mënyrë të pamëshkirë nga këta hajduta, më thonë. Ato para mund të ishin pensione sot. Dhe ju, o burra dhe gra që kini shkryjetet për Shqipërinë dhe matin, duhet kishit një pension 450 euro sot. Vetëm kaq, jo, sër vetëm kaq. Nuk është vetëm kaq. Janë 130 milion euro të djegësit të Tiranës, që nuk ka një tull të vendosur, të zhdukura para tuaja, të taksave tuaja. Po e disa janë 130 milion euro, 130 milion euro janë 812.000 pensione. 812.000 pensione të zhdukura. Miq, nuk është pra një problem partije, është një problem qytetar, është një problem Shqipërie, është një problem kombëtar. Një lloj, çfarë do bindje që të kesh, s'mund të pajtohesh kurrë me kriminal të tillë. Kur s'mund të pajtohesh. Po 5D-ja, këtu në Matësht, kudo, çfarë bën këta? Në vend se biznesmenët të aplikojnë, të fitojnë tendera, i bllokuan, i marrin vetë me familjarët. Ky agron male këtu, ky është një nga hajdutët më të mëdhenj të qeverisë vendore në Shqipëri. Miq, mos e merrni. Shikoni ç'është ky. Ky ka një vëlla që quhet Fatos. A e dini ju që Fatosi është një hajdut i pamëshirë i parave të ujësjelësit e Tiranës dhe tenderave në Tiranë? Pra, agroni, nuk ngopet agroni me ato që vjedh ju matjanëve. Jo, si dalin, nuk i mjaftojnë. Po me Fatosin dhe Erion Velin kanë vjedhur
10 milion euro qytetarët të Tiranës për punë, ujësjelësash e tjerë. Çfarë bëjnë këta pra? Këta ndajnë parat njëri me tjetrin. Po pse i ndajnë parat njëri me tjetrin? Këta ndjekin modelin Rama. Sepse e di Rama. Është sot i vetmi kryeministër në Europë që ka oborrin 8300 metër katror tokë të tërën, të plaçkitur, të grabitur.